çka u bë në Dardani në këto 4 vitet e fundit. E kemi një lëvizje aty Albin Kurti për në bashkohë, pa i bërë reformat e duhura paraprakisht. Me ambientet e shkollave të Prishtinës nuk ka hapësin as fizike për mësim tërditor. Prandaj paraprakisht duhet të rinovojmë shkollat, duhet të rrisim hapësiren, duhet të krijojmë mundësi për aktivitet edhe fizik, edhe sportiv, edhe artistik, edhe laboratore, edhe pajisje, edhe rekuizita, edhe instrumente, edhe digitale, në mënyrë që fëmijët e tonë pjesën e dytë të ditës ta kenë të këndshëm e jo të mbyllen në për shkolla në bankat e njëjta me orë të tëra. Por nuk mjaftojnë vetëm shkollat, propozimi ynë është që në çdo lagje të Prishtinës, përveç të rinovimit të shkollave, adaptimit të hapësirave për mësimin tërditor, të ndërtohen edhe të paktën nga 2 qerdhe të reja publike dhe me bazë në komunitet, dhe me këtë rast kur i kemi shkollat me mësim tërditor, por kemi edhe mjaftueshëm qerdhe me koste të përballueshme për të gjithë, pa dallim, atëherë edhe gratë do të kenë më shumë kohë, më shumë mundësi, edhe për punë, edhe për karrierë, edhe për biznes, dhe në këtë mënyrë ne do të sigurojmë barazi mes burrave dhe grave, dhe me angazhimin e grave në ekonomi, në tregun e punës, Prishtina jonë do të ecë përpara edhe më shpejt, edhe më mirë. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, në këto 2-3 ditët e fundit, e pam edhe njëherë shumë mirë se si duket puna me improvizim, se si duket qeverisja pa plan dhe pa koordinim. Na erdhi ky i ftohti e kjo borë ndoshta pak para kohe, por mbeten edhe shkollat, edhe banesat pa ngrohje qendrore. Ne duhet ta ndrojmë këtë mendësi të qeverisjes. Ngrohja duhet jetë aty kur bën mot i ftohtë, jo kur e ka afatin me undezë dhe me na ngrohë në për shtëpitë tona. Ata që u vonuan ta bëjnë gati dhe ta mbushin me ujë pishinën e Gërmis, u vonuan edhe të lëshojnë zemjet qendrore, e shumë shkolla mbetën pa ngrohje, e fëmijët pa shkon shkollë. Qeverisja e papërgjegjshme e meriton ndëshkimin e qytetarëve, e Prishtina ka qytetari të ndërgjegjshme për të ndëshkuar qeverisjen e papërgjegjshme, e data është afër me 12 tetor kismet. Po e çojmë për shpije kryetarin aktual dhe bashkarisht po e nisim një bashkëqeverisje, pra komuna me qytetarin, me organizatat, me bizneset, me komunitetin, me banorët e lagjës, do të nisim një sistem të ri se si i trajtojmë, si i zgjidhim problemet e tona. Unë sonte kam një pyetje për ju, e pyetja është shumë e thjeshtë, çka u bë në Dardani në këto 4 vitet e fundit. E kemi një lëvizje aty Albin Kurti për në bashkohë. Mirë mbrëma kryeministër, mirë se erdhe. Faleminderit që je sonte këtu me ne në këtë tubim shumë të bukur të Dardanis, dhe unë sapo e bëra një pyetje për banorët sonte këtu, dhe pyetja është
çka u bë në këto 4 vitet e fundit për Dardanin? Cili ka qenë investimi i komunës në këto 4 vite për lagjen Dardania? Jo, ka qenë një, tuneli i Kurrizit, i cili u promovua si kur të ishte ndërtimi një aeroporti të ri të Prishtinës. Mirë po, çka ndodhi është se me pak shije borë në të ditë e fundit, i doli boja tuneli, sepse ishte asgjë më shumë se sa një fasad, një improvizim, për të cilin pati shumë PR, shumë promovim e shumë filma. Kështu ka qenë e gjithë qeverisa në këto 4 vite. Kryetari aktual, para 4 viteve, ishte totalisht i panjoftun në qytet. A i fitoi me mashtrim, qeverisi me PR, e tash po e mbyll me improvizime, po ne sonte po i themi nga Dardania, mjaftë me improvizime, duhet filloj puna e vërtet në Prishtinë. Kur bën shumë PR për 4 vite, kur komunën e transformon vetëm në Facebookun tënë, pastaj mjafton një shi lehtë për me demasku gjithë atë propagandë të lodhë që ka ndodhur në këto 4 vite. Por, cila është platforma jonë për Dardanin? Më lejoni t'ju prezentoj 10 pikat e tona, të cilat nisin së zbatuari me njëherë me të filluar mandati ynë i parë. Ne e kemi propozuar një metodë për identifikimin e problemeve dhe për përcaktimin e prioriteteve të buxhetit të komunës. Quhet kartela e lagjës dhe me këtë kartel po identifikojmë të gjitha nevojat për investime në përlagje. Në Dardani na ka rezultuar sepse i kemi konsultuar banorët, kemi biseduar me juve ditëve të kaluara dhe javëve të kaluara. Çështja e parë shumë serioze janë ashensorët e ndërtesave e banesave të Dardanis. Pjesa dërmuese e ashensorëve janë të vjetruar, janë të rrezikshëm, nuk mirëmbahen, disa nuk funksionojnë fare. Prandaj, nga viti i parë i mandatit fillojmë vendosjen e ashensorëve të ri në të gjitha ndërtesat kolektive të Dardanis. Mirë po, problemet e banimit kolektiv në banesa të Dardanis nuk përfundon vetëm me ashensorët. Ne kemi parë që edhe kulmet e banesave janë të paqëndrueshme, janë me materiale të vjetra, ka shpesh rrjedhje të ujit, prandaj duhet bashkarisht të angazhohemi dhe këtë ta bëj komuna, sepse banorët shpesh nuk mund ta përballojnë financiarisht, që të bëjmë riparimin, rinovimin e të gjitha kulmeve të banesave. Gjithashtu edhe bodrumet e banesave shpesh përmbyten nga